vërtet tamam sikur në shtëpi, te sofra, veç që po mungojnë edhe se tash mas ju ktheva përpara, po mungojnë 2 prindë e mi që fatkeqësisht nuk i kam një jetë më ata, edhe gjithmonë më del ftyra përpara, ftyra nanës tem që na mbledh ke fëmijët në sofër, për ndryshe biseda po shkon tepër. Inshallah jetoj me kujtimet më të mira për ta. Inshallah, Se cilin prind. Faleminderit. Jullë që je shumë aktive në dashma në hengjet familjare. Qysh për kalën e përdashma? Në përdashma e marë me një përgjegjësi shumë më të madhe. Bravo, qështu? Se dikush të tje ka me kollë. Jo, duhet ka ta me dit. Drejtën me thonë, e kam atë stresin para se mi fillu, se si cila darë me ka atë veçantine vetë, edhe nuk është pidi për shembull 7-8 këngë edhe pe marr mikrofonin po shkoj. Duhet me pas një bagazh të madh të një repertuar pak gjithtanshëm, gjithëpërfshirësht. Si për shtatet tana shtresat. Edhe tana shtresat, edhe do këngë që mu nështë nuk më pëlqejnë, po e do ndasmori. E lyp unë e kënoj, nuk hezitoj asnjëherë, veç a e di. Kështu që e marrë me përgjegjësi se kam qef gjithë shka me shku mirë, se nuk është puna e këngëtarit veç me kap mikrofonin edhe me kënu me dalë. Po do të me matë psikologjin e dasmorve, me këshur shka po dojnë, api u pëlqenë ritmi, valës. Në syën gje. Në syën gje, shka dasmor, qa po dojnë, api pëlqenë ajoa. Mirë po, gjithmonë paja në shkalu qiftin edhe dasmorin. Asnjëherë nështë asë mbajnë për shtypje dasmor tjerë, ose sa po qetë bakshish, ose qka po bënë, ose mja përmen emnin 10 herë mrena natës, jo, për mu është me rëndësi qifti ri edhe e përshëndeti non-stop qiftin e ri, e përshëndeti non-stop dasmorin, emnin e dasmor se do. E tyna është, aja natë e tyna është. Nata është e tyne, edhe nuk del pare e dy njës që mundet me zavendësu emnin e dhëndrit edhe të nusës. Ku mohen dasmat më të mira? Apo s'ki dalime heq? Unë ma herët thash që munona mi u përshtatë, me thonë, ka dalime në regioni qashtu, ka dalime, ndërsa saj përket, ma e mirë, ose ma pak e mirë, nuk ka ma pak të mira. Darsma është gjithmonë e mirë, se vetë fjalla dasën, po të kalzën që vinë kretë që ata mësafirë mu knaqë, edhe unë e munona, ritmin, për shambull, dalon fjalla po bjen Macedoni, nanën e Pologut, e dojnë një ritëm pak tjetër, nanën e Gostivarit pak tjetër, Kërqova diçka tjetër, Prishtina diçka tjetër, Gjilani, Peja, dhe me thonë, janë se na ka ra me shku në për shumë dasma, në për vendet të ndryshme, Shqipnia diçka tjetër, kështu që munona mi përshtat rajonit, edhe venit, po, edhe marveshja me dasmorin, don urime, s'don urime, që si cila dasën bëhet shumë a mirë kur nuk ka urime, po edhe me urime nëse ka dëshirë. Shpengan? Jo, absolutikisht jo. A ke harru në herë me shku në darsën? Me harru A dishka të pas ka ndohë, se po kjesh pak ka zhe. Ta se kjeshin dishka i ka ndohë. Valoj me harru s'kum harru, po me ngatru, po e kum ngatru një herë. Se ngatru e jullës? Kush më së thotë Ato ka përzi data, a lokali vërsa? Jo, data nuk mu ka përzi, po mu ka përzi ditën natën. Tash 2 vitet e fundit nuk i marrë dasmat edhe ditën edhe drejten me thonë nuk ka që po kem nështë ta kërkesa shumë të mdhaja, dhe në mësë bana ta shone që i kam 40-50 dasma, po. Tash nëse një dasëm e nëzo ose rezervoj ditën, në mramje nuk ka shansë me zonë, se du me qenë edhe në 100% e sigur, mja dhon hakin qashtu. Po, para 5-6 viteve, e kom pas një dasëm të njëjtën datë, në Prizren edhe kom cek disa herë, dhe me thonë, i vetëmi gabim që e kom bo, pas një herë zbo njeri me thonë që vala, une nuk i përzi ose nuk kom do. I vetëmi gabim që e kom bo dhe kom kërku falje publike dhe më vjen shumë keq, që e kom bo, e kom pas një dasë, kom mendu që e kom një në mramje, një ditën. Ditën Prizren, mramje në Fushë Kosovë. A i kësha, une e kom shumë. I kësha ngatru, une e dyat, i kësha pas ditën, e une në krye kom pas ditën edhe në mramje. Po fati që,
kur bën mirë, kanë thonë edhe gjanë mirë, për që ata egziston edhe kolegialiteti, kur nuk ki gjelozin mes kolegeve dhe dojnë koleget e i donë, vjen zavendëson e thira dasmorën, kësha qatë kanë agjerin, fati që priti dasmorja? Drejtën me thonë, nuk e pritin fillim mirë, jo, unë isha të njësë për Prizren, edhe për më thira, jo, fush Kosovës, ta unë jam të bagati, a i pregadit, u mu dok që më lëshaj toka, edhe thash, po më vjen shumë keq, jo, tha, unë e kam ditën, kur e këqyrit, dyja të kësha shkru ditën shumë mirë. Po pse trunit? Po, tu ka pjekën kry. Mu ka pjekën kry që e kam në mramje edhe tash dy, nuk muj munda për gjysë me thanë, po vijat. Tash a bën me ta që një kolege temë, tash edhe s'ki. Zavencem. Si sirupin ka herë se e bojmë zavencem. Bash, si sirupin. Edhe ka shku kolegja jeme, ka kry punën Lindita Mjekici, që falenderona, gjithmonë e kom falenderu. Fati saj që i shkon e lirë, se është këngëtare shumë e mire dhe ajo shumë është e zonën në për dasma, verës. Edhe ma hap telefonin, thamë, me njëherë bënu gati edhe shka, edhe non-stop, një këngë kom dalë, qysh po kalon. Ama ishin knaq, publik, musafir po. Ku banë mirë, gjanë mirë. Qashtë është. Vallahi po. E najherë për shemë në dasha fjullës. A ka bova ki me arru tekstin e kongës? Tekstin, po që s'ka. Se s'denje jesë ku hinë, po s'ku dele, s'ka bana. është e vërtet. Harën këjta, kum janë gjitë, ha? Ba di hava. është me rëndësivi që konga parë. Te une, për shambull, më varet edhe për atmosferës që është edhe më varet nëse jeve të dyta të këndu në darsëm. Nëse dele para ti e din qka, se publiku dasmord veç po vinë ndasëm, njës dhe me thonë me një ritëm pak mat nga dalt, se janë musafir të ardhë, nuk dojnë zhurëm të madhe. Nëse dele dyta tani më varet, a është qifti të valzua, e menoj kongën e parë. Kur e kapi kongën e parë, tani kongë tjera shkojnë vetë. Po, teksti normal që përzijete, harrote, kënon melodin e kongës tjetër me një teksti. Po me rëndësi përvoja bënd vetën, adin, asë njëherë nuk ka reflektu diçka kesh të dasmort, nuk është vrejta, jo, po unë që këmë vrejt, ose përshamë kër im konë me Violeta Kajtazin, ajo pitavolinës atje ka vrejt edhe ka njës me kesh, adin dhe me kështë që diçka u bo. Po, ndodhen këto sene, njerëz jem na. Jem njerëz. Live jem, gjithë shka mundet me ndu, atë nalët rryma që atje kreta. Po, nalët rryma e mundet... A prishet mikrofoni, a sintja, gjithë shka mundet me ndu. Po, kur je live, të ke fundit pa mikrofon janë njëse kënana. Thash edhe ma herët kur e ki zanin e kur ki përvoje, kur ki repertuar, të më thonë, asë njëherë nuk është zarë. Gjithmonë zanin e ki me vetin, nuk e ki atë problem, nuk e ki atë dertë.